Presidentja Vjosa Osmani e ka anuluar pjesëmarrjen në konferencën e sigurisë në Myny me arsyetimin se ka angazhime institucionale dhe prioritete që lidhen me zhvillime brenda vendit. Se a lidhen këto prioritete dhe me angazhimin e Osmanit për ta siguruar edhe një mandat si presidente nuk e kanë bërë të qartë nga zyra e saj. Partitë pjesë e bllokut opozitar, PDK, LDK dhe AOK, nuk e kanë përmendur asnjë emër si kandidat të mundshëm, por as nuk kanë shprehur përkrahje publike për Osmanin, por vazhdimisht kanë theksuar se duan paraprakisht marrëveshje politike. As Albin Kurti, kryeministri i rizgjedhur, udhëheqësi i partisë e cila i ka 57 deputet, nuk ka dhënë asnjë shenjë se përkrah Osmanin as në deklarimin e parë në krye të qeverisë Kurti 3. E pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë mbrëm, tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Siç ndodhi rëndom edhe kësaj radhe për postin e presidentit në diskutim publik, nuk kalon pa u përmendur edhe mundësia që postin e të parit të shtetit të marrë dikush nga familja Jashari. Afërm i familjes Jashari po më shkruan. Gjuha e Kurtit sot provu që kës tregon se kandidat për president do të jetë një nga familja Jashari. Për këtë çështje televizioni ka pyetur Bekim Jasharin, por ai nuk është përgjigjur gjatë ditës. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sy Lukshini vlerëson se bazuar në qëndrimet e shfaqura publikisht, tek asnjëra parti tash për tash nuk vërehet disponim për të përkrahur Vjosa Osmanin edhe për një mandat. Unë mendoj që edhe Kurti e konsideron që nuk është e dobishme që Kosova të shkojë në zgjedhje, sepse ne kishim këtë problem vitit kalum dhe nuk do të ishte levërdishme. Në anën tjetër duhet ta heqemi nga koka që nëse nuk zgjidhet Osmani shkojmë zgjedhje. Jo. Nuk ka asnjë arsye, sepse janë partitë politike opozitare të cilat mund të bëjnë një marrëveshje me Kurtin që për shembull po e supozoj është një figurë brenda radhëve të VVS ose nga bota akademike që mund të jetë i pranueshëm edhe për opozitën dhe të vazhdojë. Presidenti i ri duhet të zgjidhet më së largu deri më 5 mars. Nëse kjo nuk ndodh, vendi shkon automatikisht në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Sipas Kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej 2/3 në 2 votimet e para, organizohet votimi i tretë në mes të 2 kandidatëve me numrin më të lartë të votave dhe kandidati që merr shumicën e votave të gjithë deputetëve zgjidhet president.